Zbulimi i thirrjes tënde, përtej një pune të zakonshme. Hyrje, a ndihesh i huaj në jetën tënde? Ndonjëherë, kur shikon CV-n tënde, të duket sikur po lexon historinë e një personi tjetër. Ke studiuar, ke dërguar aplikime, ke punuar fort, ndoshta ke pasur edhe punë të mira dhe ke arritur suksese. Por, pavarësisht këtyre, diçka brenda teje të thotë, ti je krijuar për diçka më të madhe. Kjo ndjenje e brendshme, kjo pakënaqësi e lehtë, nuk është dobësi apo konfuzion. Është shpirti yt që kundërshton një sistem ku ti kur nuk i qeni destinuar të përshtatesh. Ky artikull nuk është një udhëzues për të gjetur një punë më të mirë, por një thirrje për të zbuluar misionin tënd shpirtëror, atë që Zoti ka vendosur në zemrën tënde. Nëse ndjen një zë të brendshëm që të shtyn të kërkosh më shumë, ky mesazh është për ty. Një sistem i botës kundër thirrjes tënde. Shoqëria në të cilën jetojmë është ndërtuar për të mësuar si të mbijetosh, jo si të zbulosh qëllimin tënd të vërtetë. Të shtyn të jesh i bindur, produktiv dhe të konkurrosh për një vend në një cikël që premton siguri, por shpesh të lë të ndihesh bosh. Të mëson të ulesh në zyrë, të ndjekësh rregullat dhe të kryesh detyrat, por nëse je zgjedhur për diçka më të madhe, ky mekanizëm të lodh shpirtin. Mund të shtiresh për një kohë, të buzëqeshësh në takime, të ndjekësh rutinat dhe të marrësh rrogën, por brenda teje ndihesh si një i huaj në ëndrrën e dikujt tjetër. Kjo ndjenjë nuk është një defekt. Është një shenjë e qëllimshme. Ti nuk je krijuar për të përshtatur në një sistem që Zoti nuk e ka planifikuar për ty. Ai shqetësim i brendshëm, ajo pakënaqësi e shenjtë, është vetja jote e vërtetë që po përpiqet të dalë në sipërfaqe. Ti nuk je krijuar për të qenë thjesht një punonjës, por një zëdhënës i një qëllimi më të lartë. Shpirti yt ushqehet me zbulim dhe kuptim, jo me rutina boshe. Kjo është arsyeja pse bisedat sipërfaqësore në zyrë të zbrazen dhe puna vetëm për një rrogë të duket si një tradhti ndaj vetes. Ti je krijuar për të transformuar, jo për t'u bindur strukturave të botës. 2. Bota shpërblen qëndrueshmërinë, Zoti të thërret për besnikëri. Bota të shpërblen nëse je i rregullt dhe bën atë që pritet nga ty. Nëse shkon çdo ditë në punë dhe ndjek rregullat, merr një rrogë. Por ky shpërblim mund të kushtoj flakën tënde të brendshme. Shumë njerëz, pa e kuptuar, heqin dorën nga qartësia për rehati, nga identiteti për një rrogë, nga thirrja për siguri. Por kur Zoti të përgatit për diçka më të madhe, ai nuk do të lejojë të kënaqesh me diçka të vogël. Asnjë arritje e jashtme nuk do të mjaftojë, sepse ti nuk je krijuar për të grumbulluar para, por për të krijuar kuptim. Nuk je këtu për të numëruar orët e punës, por për të transformuar mjedisin ku jeton. Kjo nuk do të thotë se duhet të lësh punën tënde, por të ndryshosh këndvështrimin për jetën tënde. Mos pyet si të ngjites në shkallën e suksesit të botës, por çfarë dëshiron Zoti të lindë përmes teje. Për shembull, Giuseppe nuk u bë i fuqishëm sepse punonte për faraonin, por sepse ruajti dhuratën e tij edhe në burg. Davidi nuk u bë mbret duke dërguar aplikime, por duke qenë besnik kur askush nuk e shite. Jezusi nuk zgjodhi peshkatar për pozita zyrtare, por për të ecur, folur dhe transformuar botën. Ti nuk mund të matësh thirrjen tënde me standardet e botës, sepse ato kur nuk do të japin kënaqësi të vërtetë. 3. Dyert e mbyllura si mbrojtje hyjnore. Nëse ndihesh i bllokuar ose po përjeton dyert të mbyllura, mos u dekurajo. Një derë e mbyllur mund të jetë mbrojtja më e madhe që Zoti të ka dhënë. Jo çdo mundësi vjen prej ti. Jo çdo rrogë është e bekuar dhe jo çdo do të bënte mirë. Ndonjëherë Zoti të ndalon që të mos hysh në një rrugë që do të shkatëronte shpirtin. Në Veprat e Apostujve, Pali donte të predikonte në Azi, por shpirti e ndaloi. Nuk ishte një gabim, por një ndryshim drejtimi që çoi në një ndikim më të madh. Heshtja që po përjeton tani nuk është braktisje. Pritja nuk është kohë e humbur, por një strategji hyjnore. Zoti mund të jetë duke të përgatitur, duke të mbrojtur ose duke të formuar për momentin e duhur. Ndoshta karakteri yt ka nevojë të rritet për të mbajtur peshën e thirrjes tënde. Ndoshta dhurata jote ka nevojë të piqet në heshtje para se të ekspozohet publikisht. Pyet veten, nga çfarë po më mbron Zoti? Deshti nuk është dënim, por formim dhe mbrojtje. Ajo që sot duket si refuzim, mund të jetë arsyeja pse do të jesh gati kur të hapet dera e duhur. 4. I besnik ndaj dhuratës tënde. Dhuratat dhe thirrja jote janë të pakthyeshme, siç thot Bibla. Zoti nuk i tërheq ato, edhe nëse i ke fshehur, injoruar ose ke qenë i zhgënjur nga jeta. Nuk ke nevojë për miratimin e botës për të përdorur atë që Zoti të ka dhënë. Nuk të duhet një sken për të folur me të vërtetë, një titull për të vepruar me qëllim, apo një rrogë për të jetuar në providencën e Zotit. Kur fillon të përdorësh dhuratën tënde, qielli lëviz. Dyert hapen, idetë shumohen dhe shpirti yt ndiset. Ti ndihesh më i plotësuar kur ndihmon një person me dhuratën tënde sesa kur drejton projekte që të shuajnë shpirtin.
Shumë njerëz nuk përmbushin thirrjen e tyre jo për mungesë talenti, por sepse presin që bota të konfirmojë atë që Zoti tashmë e ka vendosur në zemrën e tyre. Filloni të veproni me besnikëri dhe Zoti do të hapë rrugët. Përfundim, thuaj po thirrjes tënde. Ti nuk je krijuar për siguri, por për lëvizje, mision dhe ndikim. Nëse ideja e një pune të zakonshme të shuan brenda, është sepse shpirti yt e di që jeta jote është më shumë se produktiviteti. Ti je dërguar për të tronditur, zgjuar dhe shpallur një të vërtet më të madhe. Sot, ndalo së kërkuari një punë dhe fillo të kërkosh qëllimin tënd. Nuk je vonë, nuk je jashtë kohe, nuk je i thyrë. Je në fazën e pozicionimit. Thuaj po thirrjes tënde dhe fillo të ecësh në drejtimin që Zoti ka përgatitur për ty kur të vijë momenti i duhur, ajo që Zoti ka ndërtuar në heshtje do të shpërthejë në dritë. Shkruaj sot, jam zgjedhur. Aktivoj dhuratën time dhe eci në thirrjen time. Nda këtë mesazh me dikë që ka nevojë për një zgjim shpirtëror dhe bashkohu me një komunitet që të mbështet në këtë udhëtim. Filloni tani, misioni juaj fillon sot.